Pra, ti mendon që e para një ndihma për prindrit për aq kohë sa këta fëmijë janë në shkollë që duhet të jetë më e madhe dhe vitet e pensionit t'ju llogariten që në momentin që kanë filluar t'ju shërbejnë këtyre fëmijëve, pra se i kemi sot 68 e dyta të bëjnë qendra rezidenciale sepse nuk kemi kushte në mënyrë që ne t'ju çojmë punonjësin social në shtëpit për t'i evidentuar aq më tepër. Që ti çosh te shtëpia sociale, nëse do i çosh te shtëpia sociale të jenë 2-3 persona bashk, nuk e kemi këtë infrastrukturë. E kuptoj. Nuk po realizojmë dot që familjet që kanë nevojë të shkojnë dhe të marrin një shtëpi sociale, sepse dokumentacioni, formaliteti është shumë i madh, ndërkohë që vetë komuniteti, vetë njësia administrative e di çfarë nevoje ka kjo familje dhe nuk ka nevojë për këto formalitetet, çfarë ka domosdoshmërisht sot kur çdo gjë është digjitale sot mund ta marrë njësia administrative gjithë dokumentin digjital, të cilën e di problematikën brenda komunitetit të vetë, se prandaj i kemi njësitë administrative për të nxjerrë problematikat brenda komunitetit. E kuptoj. Megjithatë, presim dhe shohim, sepse në fakt po mendohet për një reformë territoriale, ne nuk e dim se si do të bëhet përsëri ndarja tjetër dhe mbi të gjitha vitet kalojnë, këta që janë sot fëmijë nesër do bëhen të rritur, prindrit nuk do të jetojnë gjithë jetën, ndaj duhet shtyr instancat dhe strukturat shtetërore të bëjnë gjën e duhur sa jemi ende në kohën e dur, sepse patjetër që shoqata si e jotja do të qëndrojnë, do të ketë motra vëllezërish që do ta vazhdojnë këtë histori, do të ketë familjar të tjerë që do ta vazhdojnë këtë histori, do të ketë njerëz të investuar, por natyrisht që situata dhe përgjegjësiria për të marrë me këta fëmijë nuk mund të jetë dhe nuk mund të jetë në vullnete njerëzish dhe në mirësinë e njërit apo të tjetrit, por duhet strukturuar në mënyrë institucionale, sepse tek e fundit prindrit e këtyre fëmijëve paguajnë taksa si gjithë njerëzit në këtë shtet dhe nuk i kanë borxh askujt që mos të ndihmohen për këtë situatë familjare që kanë. Egla, unë falenderoj shumë dhe ma thuaj të fundit po. Nuk është se ndihmojnë familjet, duhet të instancat dhe vetë shoqëria duhet të kuptojnë, nëse ne ndihmojmë që në familjen e ershme këta individ që kanë këtë çrregullim, ndihmohet komuniteti, ndihmohet shoqëria sepse ata nesër mund të jenë kontribues në shoqëri. Sikundër janë këta që ne bëjmë një gjë shumë të vogël me artin, kulturën, sportin dhe ata kanë një integrim të jashtëzakonshëm dhe sot lëvizin nëpër Tiranë vetëm, sot janë student nëpër shumë universitete. Ti je qetë për Nikon, për djalin tënd? Unë jam e qetë tashmë. Sepse në tetor, Niko më bëri një provë tjetër kur ka ikur në Turqi për një javë me një grup vullnetar, se Niko bën dhe vullnetarin, pa shoqërus nga neve, nga familja, dhe 2 ditë nuk as nuk më telefonoi në këtë një javëshin që qëndrojnë në Turqi, dhe unë kuptova që ai ishte i lumtur për sa kohë, nuk e ndjeu mungesën, jo nuk u bëra merak. Nuk u bëra merak 2 ditë? Jo, sepse unë i kisha kontaktet me të tjerë persona, pa rënë në sy tek Niko, por që kuptova që ai ishte i lumtur dhe po kalonte shumë bukur dhe unë realisht sot jam e lumtur dhe jam e qetë kur të iki që Niko do ja dali. Dhe unë dua ta mbyll me këtë për t'ju thënë gjithë atyre prindërve që kanë frikrat e tyre atje mbas ekranit, mos u trëmni, nëse jemi gjithë bashkë, nëse gjërat funksionojnë, do t'ja dilni edhe patjetër që fëmijët tuaj do t'jenë zotot edhe kur ju mos t'jeni këtu, se ky është miraku më i madh i çdo prindi që un kam takuar që ka një fëmijë me një çrregullim të tillë. Është pyetje që e bën çdo ditë prindi vetes vet, çdo mbrëmje kur shkon dhe vë kokën në jastëk. Unë të falenderoj shumë. Ti e di që unë jam shumë e investuar për çështjet sociale dhe do të jesh gjithmonë e mirëpritur, jo vetëm në data që na e kujtojnë këta fëmijë që vërtet i duam, por edhe në momente të tjera, studio do të jetë e hapur për të diskutuar për tema të tilla. Të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. 2 prilli nuk është vetëm në 2 prill, por ne kemi çdo ditë autizmin aty dhe çdo ditë duhet të flasim për autizmin. Patjetër, dhe ke mbështetjen tonë. Faleminderit. Isha me Egla Bajrami në Autizmi Fletësh, qendra që ajo drejton.